Sporti Shkodranda i kombëtar ka humbur një kampion, Bardhyl Hoxha, një emër i njohur që akushtoi jetën sportit të gjimnastikës ndërrojet në moshën 82 vjeçare. Kontributi i tij në gjimnastikën shkodrane si trajner i një brezi të talentuar të viteve 80 të bënte që ai ta shpallte vllaznin kampione kombëtare, por dhe fitueset medaljeve të arta në Spartakiadat e 79-84-s. Të pranishëm në ceremoninë e përcjelljes për në banesën e fundit, krahas komunitetit shkodran ishin edhe ato të sportit, sidomos të gjimnastikës, të cilët vlerësuan kontributin që Bardhyl Hoxha dha në këtë sport. Një njeri i ndershëm, me kontribut të jashtëzakonshëm në çdo fushë sporti, sidomos, me rezultate jashtëzakonisht larta në gjimnastikën sportive, sidomos me ekipin e gjimnastikës të femrave të vllaznisë, fituesi disa trofeve. Ai ka dhënë kontribut shmushëm edhe si sekretari i Federacisë së Gjimnastikës në vitet e fundit. Me kujtime të më të mira për shokun tim të rinisë të Prishtinës. Është një humje e madhe sepse na kena pas jo vetëm trajner, na kena pas shok, vëlla, prind, gjithçka. Edhe kontributi që ka dhënë ai për sportin në Shkodrës është i paarritshëm. Ka nxjerrë 7 mish të sportit, kampione kombëtare, medalje fitues medaljeve të arta në Spartakiada. Një humje e madhe për ne. Krahas vllaznisë ai ka dhënë një kontribut edhe si trajner i ekipit kombëtar dhe drejtuesi i Federatës Shqiptare të Gjimnastikës. Ne kemi respekt të veçantë për ish kolegun ton, Bardhyl Hoxha, që po e përcjellim sot në banesën e fundit. Ka qenë një drejtues i aftë i gjimnastikës shqiptare dhe midis të tjerave ka qenë një shok shumë i mirë, gjithmonë i qeshur, gjithmonë punonte me të gjitha forcat e tij për zhvillimin e gjimnastikës, të cilën padyshim në kohën e tij arriti rezultate shumë të mira. Po midis të tjerave, Bardhi ishte edhe njëri shumë i afruar, familjar me të gjithë shokët e tij. Për punën dhe kontributin e dhënë në shërbim të sportit të gjimnastikës, Hoxha ka marrë vlerësime të ndryshme nga strukturat sportive, si Klubi Vllaznia, Federata Shqiptare e Gjimnastikës dhe Presidenca, ndërkohë që është vlerësuar si trajner i shekullit në 100 vjetorin e krijimit të shoqërisë kulturore sportive Vllaznia.